Zhvillohet etapa e dytë e Giro d'Italia 2025 në vendin tonë. Gara kronometrike do të përfshijë vetëm qytetin e Tiranës, ku disa akse rrugore që do të bllokohen për mbarvajtjen e aktivitetit. Gara do të nisë nga sheshi Skënderbej rreth orës 13:30 në drejtim të bulevardit Gjershfishta, pastaj përmes bulevardit Bajram Curri, drejt sheshit Nën Tereza në rrugën e Elbasanit drejt Saukut, rikthehet në bulevardin Bajram Curri nga ura e Brylit drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe në fund tek sheshi Nën Tereza në orën 17:15. Në kuadër të zhvillimit të etapës së dytë të garës ndërkombëtare të ciklizmit Giro d'Italia, Policia e Tiranës ka ndaluar qarkullimin dhe parkimin e automjeteve në disa akse kryesore në Tiranë. Ndalim qarkullimi dhe parkimi nga ora 10 deri në orën 18 të kësaj të shtune është ndaluar. Sheshi Skënderbej, rruga Urani Pano, rruga De Gjoluli, rruga Ibrahim Rugova, rruga Dëshmorët e Katërshkurtit, bulevardi Gjershfishta, rruga Muhamet Gjollesha, bulevardi Bajram Curri, rruga Ibrahim Rugova, rruga Lek Dugagjini, rruga Dervish Hima, rruga Elbasanit rreth rrotullimi Saukut, rruga Abdyl Frashëri, bulevardi Zogu i Parë deri te rruga Fortuzi dhe rruga pas Pallatit të Kulturës. Kufizimet në aksesin e disa blloqeve të banimit, veçanërisht në zonat në rrugët lidhëse në rrugën Papa Gjon Pali 2 dhe Ukraina e Lirë, nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 10 dhe në orën 18. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve drejtuesve të automjeteve për respektimin e këtyre kufizimeve të përkohshme dhe fton të respektojnë udhëzimet e shërbimeve të policisë me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të këtij eventi sportiv ndërkombëtar.